Shërbimi zjarfikës është në terren edhe me ekipe të përforcuara në kuadër të festave të fundvitit me qëllim parandalimin e çdo situate të mundshme nga zjarret. Drejtoria jonë është në gatishmëri si me mjeta ashtu dhe me efektiv për çdo rast zjarri apo ndërhyrje për shpëtim që do të paraqitet, neve do jemi prezent në çdo situatë. Problem sipas drejtorit të shërbimit zjarfikës Akim Punari është përdorimi i bombëlave të gazit 5 litrëshe, të cilat shpeshherë bëhen shkaktar të zjarreve në banesa. Problematike është puna e bombëlave të gazit sepse është problem kryesor është përdorimi i bombëlave 5 litrëshe. Ngjyrë portokalli, ato janë bombëla shumë të dobta në konstrukt, krahasuar me bombëlat 15-20 kg standarde. Ka një robinet të mbylljes dhe hapjes së gazit shumë të dobët, e cila pëson defekt dhe nuk bën mbylljen ose hapjen e gazit siç duhet, graduale, por ose e hap me njëherë ose nuk e mbyll dhe krijon flak. Punari bën apel familjarëve që të tregojnë të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Bën thirrje qytetarëve që sa më pak përdorimin e tyre. Janë tepër të rrezikshme për përdorimin e banesë. Dhe 99% e rasteve kur ka zjarre me bombula, vjen nga këto bombë, nga përdorimi i këtyre bombëlave 5 litrosh. Krahas policisë dhe urgjencës, në gatishmëritë e përforcuar për festat e fundvitit kanë kaluar edhe zjarfikësit për të mbajtur në mbikëqyrje situatën e rendit dhe parandalimin e ndonjë situate të mundshme nga rënja e zjarrit.